Përshëndetje, mirë se erdhet, mirë se po takohem të dashur miq. Ja jemi me temën e re të serialit nga pastor Stefan Born, The Three Angel Message, nga Bashkia Adventiste apo Kisha Adventiste. Pra, tema numër 3 është para nesh, The Beginning of Wisdom, apo fillimi i mençurisë, dhe cila është ky fillimi i mençurisë dhe si mund ta e marrim këto nga Kisha Adventiste. Është tema e tretë nga pastori me origjinë gjermane, por pastori amerikan, pastor Stefan Born, një publicist, ungjilltar internacional, dhe cilin pra do e kemi në vazhdimsi, 25 tema, tani është e treta në radhë, pra nga Kisha Adventiste ditës 7, pra jemi me temën e pastor Bornit, Stefan Born, pra cili është fillimi i mençurisë dhe si mund ta e kemi atë, dhe është në radhë lutja. Ne kthejmë kështu tani që të shihemi, përshëndetje, dhe e lutim Zotin që të jetë me ne. E përulim kokën dhe lutemi bashkë. O Zoti i Madh Gjithëpërshtetshëm, dera lavdia takon ty. Faleminderit për mëshirën, dashurinë, faleminderit edhe për këtë serial të këtij pastori me përvojë. Na udhëheq u Zot drejto, kjo është lajmi i fundit që ti e ke për popullin nga zbulesa 14, 6 deri në 12. Na dorëzojmë dorë tua, na udhëheq u Zot, bekoj familjet tona, bekoj të gjithë ata që ta shikojnë këtë video tani apo më vonë në media, që të kuptojnë se çfarë ti dëshiron ti thua çdo njerit nga ne, edhe sidomos tani cili është fillimi i mençurisë, cila është ajo friga që duhet ta kemi që të jemi njerëz. Ti na mësoje, mësuesi jon, dashamiri, dhe ne të falenderojmë në emër të Atit, Birit, Frymës së Shenjtë. Amen. Pra, kështu, përshëndetje, dhe kthejmë që mund t'i përcjellim vargjet, t'i përcjellim edhe